sa të domosdoshëm apo pse ja vlen të bëhet rivlerësimi në këto momente? Si gjykoni ju? Ja vlen në çdo moment. Praktikisht, madje është vonuar në gjykimin tim, Elis, për disa arsye shumë të thjeshta. Sipas vetë përfaqësuesve të këtyre shkëmbimeve, të shitblerjeve, pra të shoqatës operatorëve të pasurive të palujshme të vendit ton, janë 5.000 kontrata që presin këtë rivlerësim. Çfarë janë këto kontrata? Këto kontrata praktikisht çlirojnë një pjesë të mirë të kapitalit të vendit, sepse ne e dimë që investimi kryesor i huaj tek ne sot është në blerje apartamentesh. Ne e dim që sektori i ndërtimit është ende lokomotiv e ekonomisë tonë. Atëherë pse të jo bllokohet, po të frenohet, është një frenim i fortë kur ke 15% që ishte tatimi, se ti e shpjegove shumë mirë për qytetarët, në rast të ndryshimit të vlerës së mëparshme të regjistruar me vlerën e shitur të momentit.